Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer edhe ditën e sotme në TikTok, do ndalemi tek disa zhvillime të rëndësishme. Do ta nisim fillimisht me Iranin, do të flasim për raportet dhe vendosjen në gatishmëri të 2000 raketave iraniane të projektuara për të mbytur mbrojtjen ajrore izraelite përmes numrave masiv, dhe pikërisht për këtë temë ditën e sotme kam të ftuar generalin Dede Prenga. Zoti Prenga, ju përshëndes. Përshëndet edhe ju, faleminderit për ftesën. Zoti Prenga, do doja ta nisja fillimisht me atë që unë sapo citova, pra për raportet të cilat flasin për vendosjen në gatishmëri të rreth 2000 raketave iraniane të projektuara këto për të mbytur mbrojtjen ajrore izraelite përmes numrave masiv. Dhe pyetja lind se si e shihni tashmë, a është vërtet kjo një strategji reale ushtarake apo ndoshta është më shumë si një mjet presioni, do ta quaja, psikologjik ndaj Izraelit dhe perëndimit nga ana tjetër? Unë mendoj se situata dhe zhvillimet prej 15 ditësh, për arsye të protestave të brendshme në Iran, kanë bërë që regjimi i Ajatullahve atje, me që gjithë forcën e pushtetit dhe aspektin represiv si brenda vendit, ashtu edhe për vendet e tjera që janë armike në një farë mënyrë të Iranit, kanë sjellë në gatishmëri të plot gjithë kapacitetin dhe arsenalin e armatimeve që ka Iran. Kjo ka ardhur si shkak së pari i fjalimeve dhe qëndrimeve vendimeve të Donald Trumpit si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili ka paralajmëruar Iranin nëse përgjak protest, atëherë mund të rishikohet qëndrimi për të ndërmarrë veprime ushtarake. Detyrimisht, kjo ndodhi pas vizitës Netanyahut, kryeministit të Izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrë në konsiderat këtu edhe lobin izraelit që vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe të dy palët janë vënë tashmë në gatishmëri të plot me gjithë arsenalin e tyre që kanë për sa i përket trupave aktive dhe arsenalit të armatimeve që disponojnë si Izraeli ashtu edhe Irani. Por unë personalisht mendoj dhe nuk shoh në një luftë drejt për drejt, pasi ne pam dhe bota mbar pa luftën 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit, dhe u pa se kush ishte ndikimi dhe superioriteti i njërës palë ndaj tjetrës apo i të dyjave me ndikim të drejt për drejt me dëme kolosale në njerëz, po mbi të gjitha në një dëm të jashtëzakonshëm për sa i përket aspektit ekonomiko-financiar, që kjo fatur akoma nuk ka dalë për të publikuar dhe sa kosto ka për të dyja vendet respektive. Gjithsesi, unë do thoja që lindja e mesme ka qenë është do të mbetet një pikë e nxehtë e globit në përgjithësi dhe në veçanti mes Iranit dhe Izraelit. E qartë, ndërkaq Zoti Prenga, nga ana tjetër, strategjia e ngopjes synon të kalojë këtu kupolën e hekur duke detyruar edhe mbrojtjen, nga ana tjetër të dështojë ndoshta për shkak të volumit. Sa e cënueshme është realisht mbrojtja e Izraelit përballë një sulmi kaq masiv, por sigurisht dhe të sinkronizuar? Sulmi 12 ditor, siç më lart me parë theksova, ka treguar që megjithëse është mbrojtja kundërajrore rrjeta e hekurt e famshme e Izraelit, ose Iron Dome, si thuhet, kam bindjen që ata e kanë projektuar dhe është më e mira në botë, por nuk të siguron dot në raport me volumin e raketave që mund të hidhen në njësinë e kohës. Detyrimisht që në momentin që është projektuar dhe është vënë në zbatim me gjithë avantazhet e mëdha që ka, ajo 10% të sasisë së raketave që hidhen nga kundërshtari, në këtë rast Irani, nuk mund ta përballojë, por janë më së mjaftueshme për të sjellë dëme kolosale në Izrael. Gjë të cilën, pavarësisht se ata kanë vënë në gatishmëri gjithë arsenalet e tyre, kam një bindje që as nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as nga Izraeli dhe as nga Irani nuk do të ketë provokime dhe veprime ushtarake të ndërmarra ndaj Iranit. Dhe natyrisht po që se do të vazhdojë kjo situatë, edhese në njëra nga ato, në veçanti Izraeli e ndërmerr, jam i bindur që edhe Irani do tentojë dhe do të ketë një përgjigje relativisht që do të jetë me gjithë arsenalin e tyre, që do të jetë jo i lehtë për të përballuar nga ana e Izraelit. Kështu që si rezultat, pavarësisht zhvillimeve të brendshme në Iran, kam bindjen që do të ketë forma dhe metoda të tjera të bërit të luftës, siç është ajo kibernetike, së pari, dhe ajo pjesë të tjera që do t'i shfrytëzojnë, por nuk do të ketë përplasje të drejt për drejt me cilat do qofshin komponentët ajror, detar apo toksor aq më tepër. Kështu që
kam bindjen që gjithçka që lidhet me ndryshimin e sistemit edhe të regjimit në Iran do të varet vetëm e vetëm nga protestat e brendshme dhe nga zhvillimet e brendshme dhe nga mbështetja ndërkombëtare dhe si mund themi e frontit të rezistencës që tashmë vepron jashtë vendit iranian për të ndikuar drejt për së drejti për të mund shembur këtë regjim që nga 79-a që ka ardhur në pushtet dhe tashmë nuk është protesta e parë, por kjo në serinë e zhvillimit të protestave që nga 2011, 12, 15, 17, 19, 21 dhe tashmë e 2025 se ka filluar në fundin e dhjetorit, mos gabojmë të vitit kaluar, mendoj se kjo është një nga protestat më të mëdha, ku sipas si mund të themi informacioneve të brendshme dhe të koordinuara dhe të jashtme që nuk janë 100% të sigurta për arsye të mungesës së funksionimit të rrjeteve sociale dhe të internetit, pasi shteti atje edhe regjimi kujdeset në mënyrë të veçantë për të mos patur me botën e jashtme komunikime për të ndikuar drejt për së drejti si tek trupat që ka në gatishmëri, pra forcën armatosur të shtetit islamik i Iranit, ashtu që përbëhet nga 3 struktura, ashtu edhe për ecurin e protestave që është përhapur po thurse gati në të gjithë Iranin në mësë 195 qytete. Mirë, zoti Prenga, nga ana tjetër Irani, ashtu si e dim tashmë, zotëron uranium të pasuruar në nivele të 60%, ndërkaq shumë pranë pragut ushtarak. Dhe pyetjen se a mund të themi tashmë se Irani është një shtet bërthamor de facto, edhe pa testuar armë bërthamore. Unë mendoj që ai ka përmbushur, si thon, pjesa e pasurimit të uraniumit mbi 60% që e ka realizuar. Nuk është më për nevoja ekonomike siç ai ka deklaruar, për nevoja ekonomike të shtetit iranian, por ai në çdo kohë, në çdo moment mundet të ketë mbi sasinë e kapaciteteve që ka deklaruar. Parashikohet të bëjë 19 deri në 40 koka bërthamore me mbushjet që ka, pra me uraniumin e pasuruar që ka. Gjithsesi ne e dim që në bombardimet që Amerikani vitin e kaluar realizoi në të gjithë vendndodhjet e pasurimit të uraniumit, nuk ka arritur të siguroj Izraelin në një farë mënyrë që Amerika i ka thënë që tashmë ne e kemi nxjerrë jashtë funksionit, por jam i bindur siç edhe vetë ata faktin e din më së miri që nuk ka arritur të shkatroj përfundimisht kapacitetet për të prodhuar dhe për të mundësuar krijimin e një koke bërthamore apo shumë koka bërthamore për t'i patur në përdorim. Gjithsesi, tani për tani, zyrtarisht nuk është e deklaruar, as Irani nuk është i njohur si shtet i 10 se nga 9 që janë që posedojnë mbushjet bërthamore, do thosha që nuk e kanë krijuar dhe ata duke marrë në konsiderat të plot sistemin e ajetullave, sistemin islamik, ata e quajnë, si mund themi, haram në aspektin fetar të mbajtjes dhe të përdorimit të mbushjes bërthamore. Gjithsesi, ata do të punojnë dhe një nga përpjekjet e mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, personalisht të presidentit të saj Donald Trump, është që të mund me deleguarin e posaçëm Witkoff, që ka edhe vazhdon të jetë në kontakte të drejt për drejta dhe të pashkëputura për asnjë moment me ministrin e jashtëm të Shtetit Islamik në Iran, për të mundësuar bisedime dhe për të afruar atë marrëveshje që vete kanë shkatruar e prishur për ta ulur edhe një herë në tavolinë, për të nënshkruar një marrëveshje për të patur inspektorët e Kombeve të Bashkuara në Iran për të parë në vazhdimsi dhe ndjekur në procedurë që çfarë do bëhet me uraniumin e pasuruar në Iran. E qartë, zoti Prenga, nga ana tjetër, rezervat bërthamore iraniane ndodhen në lokacione të fshehta dhe të fortifikuara nën toksore. A ka vërtet Izraeli kapacitetin për t'i neutralizuar këto objekte pa shkaktuar ndoshta edhe luftën rajonale? Asnjë nga